Të ndëruar xhamatli, jemi me vargun e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka nxjerr dhe i ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Pasi e përfundoi kapitullin e haditheve ku flasin mbi padrejtësitë dhe se nuk ka mundësi besimtari me hyrë në xhenet nëse edhe një padrejtësi e vetme ndjek në këtë dunja. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, pasi të futën banorët e xhenemit në xhenem, Allahu na ruaj nga banorët e xhenemit, tha besimtarët presin në një urë përpara xhenetit që të pastrohen ndërmjet veti. Pra në një lloj halallëki i cili ka mbet pa u marrë në këtë dunja në mes besimtarëve. Mos flasim për ata të cilët kanë bërë zullume, ata e kanë vendin diku tjetër. Pastrohen edhe një herë para xhenetit që të futen në derën e xhenetit. Këto kapitujt argumentojnë për çfarë? Se njerëzit bëjnë zullume shumë, andaj edhe hadithet kanë ardhur shumë në këtë kapitull. Kapitujt e radhës që i ka sjellë Imam Buhariu, i ka sjellë kapitujt e sëmundjes. Se njeriu sëmuhet, njeriu e ka plagështia, njeriu nuk ka gjithmonë shëndet. Andaj i ka pru disa prej haditheve të cilat lidhshmëria me hadithet e zullumit është se si cili pineve ka nevojë me u godit me sëmundje dhe me mërzia dhe me brenga dhe me rakosje që t'ja lajnë gjunahët, që t'ja lajnë mëkatët. Sikur që ka thënë alayhi salatu wassalam, sëmundja i alargon besimtarit gjunahët sikur që shkundet pema. A ki pa kur e shkund pemën? Edhe ato gjethet janë aty, edhe ti a shkun ato bin. Kështu ka thënë alayhi salatu wassalam, i bin besimtarit gjunahët. Allah na pastrof prej gjunahëve në dunja, ya rabbal alamin. Andaj, cila është urtësia e të sëmurit e besimtarit? Që të pastrohet prej gjunahëve. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e parë që ka nxjerrë Imam Buhariu, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta shauke. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk e godet besimtarin asnjë lodhje. Lodhja kur kun spaguhet përveç në fe të ndëruar xhamatli. Kur kush të pagun sa je lodh, po të pagun për kontratën e punës. Nuk të vetaj sa je lodhi. A je lodh, a e ke kry punën pa lodhi, a e ke bo me qef, a pa qef, a i të pagun ty për se ta shka jeni marrë vesh. Allahu gjelola është i vetëmi cili të pagun për ata shka je lodh. Për ata shka je lodh. Dhe sëmundja, dhe mërzia, dhe shqetësimi, dhe merakosja, dhe lëndimi, edhe nëse e shpon diçka besimtarin prej xhembave, vetëm se Allahu ja shlyhen gjunaat. Kjo është natyra të ndëruar xhamatlimit të cilën na jetojnë në këtë dunja. Dunjaja është vend i shkëmbimeve, i përplasjeve, i forkimeve. Bëjmë gjunahe lahemi. Kjo është qëllimi me të cilin pejgamberi sa me ka përshkruajtur besimtarin me trungun e hurmës, se vinë errat dhe e lakojnë, por nuk e rrezojnë. Pra ti sëmurësh për me u bë edhe më i fortë. Sëmurësh për me u lame prej gjunaheve. Andaj ti e sheh prej besimtarëve të cilët kur smuhen qohen më të penduar, qohen më të lam. Sikur që ja ka bëhe rigjenerim smundja krejt organet, ja ban kështu edhe shpirtërorës. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se vazhdon belaja me godit besimtarin. La yazalu bil mu'min al bala. Vazhdimisht e godet belaja në trup, në familje dhe në pare. Pse ja bën Allah çta? A don me e donu? Jo. Miri shkon na me morë vesh pas muje. Miri shkon me morë vesh pas prova. Për Allahu xhel xelaluhu e din se na çasi natyrë kena që nuk marr na vesh. Këshire kur ki shëndet, shiko që tha çka përdher dhe e ki. Shiko kur ki takat, shiko që sa pak të bën nërmen mu pendue, sa pak të bën nërmen mos me bëj mëkat, sa pak të bën nërmen me ul me thonë ej valla be bona zullum, i bona padrejtësi, ulëm të pastrona, të marr halallok, të pendona te Zoti për gjunat çka ja baj vetes time. A kur smuhesh, bin krejta energjit, bin të gjitha ato vrullët e shumta dhe ti je mes një dëshire veç. O Zot largo më këtë smuje, qaq. E kur të mish që këtë dëshirë, veç me nja, atër Allahu gja me këta të pastron. Për këta që ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, vazhdon belaja e godet. Dhe vini re e godet. Vazhdimisht e godet belaja. Ne kanë jarë nuk e lexojnë as smundjen, nuk e lexojnë as mërzien, nuk e lexojnë as therrën, u vrajta pak. Ajo për ti kuturu për të Allahe më urësi. Me thirë ti dikush, djetarë që thonë, çdo lajm që ka ti e merë e këthen kryer. Vesh me të prejkë dikush,
ti këminjarë këthejesh. Zotë gjitha të smundje të qonë, gjitha të mërzit të qonë, gjitha të tolovit të qonë, a e të thonë dishka. Me gjujti me guri vazhdimisht një fmi të shpia, ti qohë që kjo qakave. Me thirë dikush vazhdimisht të dera, qka thuti? Qakave që kjo, pse po thirë vazhdimisht? Allahu gjelluala dhe zërë nuk të folë ti që shmenon ana. A i të folë me të qëto mesazhe. Ta qonë një smundje, ti qonë do ethe, ta qonë një kokdhimbje, ta qonë një turbullim të jetës. Qka po të thotë? Nalu. Allahu gjelluala në gjdo sprov shka ta qonë o zarf që dush me lexue. O robjem, ki mu pendu, o robjem, qka tha pejgamberi selam? E godet vazhdimisht Allah i besimtarin që të shkojet e Zotit të takojet pastër. Të takojet pastër. Andoj e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush janë njerëzit që më shumë të sprovohen? Tha pejgamberët. Pastaj tha ata që janë gjojnë atyre. Pastaj sicili mangat pejgamberëve çka është. Hyri vllai i Aishës radhiyallahu anha te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe disa prej sahabive, edhe ishte pejgamberi në vdekjen, në smundjen e vdekjes së tina. Dhe e kishin lidh kokën nga dhimbja e madhe e kokës. Edhe sahabit u mërzitën shumë. E pejgamberi doshti më u kallëzue që në këtë mërzi ka edhe një diçka që ju nuk e dini. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, inni uak. Tha mua koka më dhem sa dy pijuve. Dy burra pijuve. Tu di dhimbtat bashkë mi ba, mua ma qënë Allahu gjelluar. Thot i bën Qayyim el-Jawziyja, e pse i dhem koka pejgamberi kur ai s'ban gjunahe? Na e dim na për më na la. Ai pse? Me gjithë se ai nuk ban gjunahe, Allahu për me pastru dhe me ngrit venin më të lartë që ka mundësi, ja ka qu Allahu gjelluar smundjen. Ati ja ka qu me ngrit, ti e ta qonë për me të pastru dhe me të la. Që kur ta të kosh me Allahun te bareke ve teala, ndihesh i pastrum. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me ditë njerëz të belas, me ditë njerëz të sprovum, çfarë shpërblimi ju jep Allahu ditën e Kiametit, kur dalin para Zotit dhe ti shohin njerëzit se për çket smuje, për çket mërzi, për çket bela, Allah çdo gjunahe, çket vend xhenat kanë aty adhan. Thot pejgamberi sa njëri pyetën e ka më thonë, pse be Allah s'ma ka pret trupin me gërshamp i dhimbtës? Pse s'ma ka quni shprof si gërshana kur e pret katër ka dale? Mirë po, se ne ka konvertuar në këtë dunja shpërblimin që ka e pret në ahiret. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kret to vinë që dilsh për para Zotit xhelel xhelalu i pastër. Dhe e keqja e mosgoditjes me smundje, cila a ditën e radhës që ka thënë Imam Buhariu, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë për ditëve i ardhi një njeri. Dhe ky njeri ishte i shkretinës. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a je smuna i herë? Tha jo valla kur, asë di që shos muja. Ethët tha, të kanë kap në i herë? Jo, qka janë tha ethët? Temperatura, e di qka dhe jo tha nuk e di. Ja shpjegoj për nga mëzëm qka. Hyrja e erës në mes lëkurës, nxehtësia mes lëkurës dhe mishit. Tha jo, musëm ka rrok kur. Tha kryja të ka dhim në i herë? Tha qka që dhem kryja? Shiko nuk e ka dit kur. Apo, qka i tha për nga mëzëm mas i shkoj? A do një tha me e pa një banor të zjarit? Qeku e kini? Të ndërum gjëmatli. Mos menoni se njëri pse sprovohet, Allah nuk e do. E asë kundër ta. Mos menoni se njëri pse ka sprovat të ndryshme në këtë dunja, Zoti nuk i do. Në anja e kena përmend se njerëzit që mas shumë të Zoti i do i sprovon. Shikoni këta ato muslimanë që janë mas sprovum se na. Allah i do më shumë ata se na. Ti që të lanë rahat, mos kujto se ti je më i mirë te Allahu xhelel xhelalu. Ti që Allah stacion as nis smuje, mos mendon se je më i mirë te Allahu xhelal. Po Allahu xhelel xhelalu sikur që tha Salman el-Farisiu, janë disa njerëz edhe kur smuhen, edhe kur kanë shëndet, janë si devja. Janojnë frenin, ja hekin frenin, ai nuk e di. As pse ma vnun, as pse ma hekën. Runa Zot pikë sa gjendje. Për këtë arsye të ndëruar xhamal, na nuk ban me lip belat. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, japëm shëndet në trup, në sy, në vesh. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal afiyatu habbu ilay. O Allah, mos më sprovu shumë kam qef. Ama na po thojna kur të vjen pa dëshirën tane, atëherë shfrytëzoje. Shfrytëzoje me u pastrua prej gjunaheve dhe mëkateve, dhe ta di se kjo nuk është prej hidhrimit, por është prej pastrimit.